E kupton ti apo? Ai shef 200 ditë fare. Ai shef 200 ditë. Ore, super Megan Fox ty palestrën time. Rreth parë unë iki them, ç'kemi si kalove ke bërë ndonjëherë stër viti? Jo, e lëni trupin. Mbaroja me ata. Unë shoh. Dëgjoj. Ore se psuti me manjak palestër. Ama ja, fut ka. Ma bet ka. Unë po them. Po si thua shua sa e pa. Po si mundi thosh ti asaj me femër manjak? Je mësuar. Mashkull manjak. Jo palestër, veç instruktorit tim. Ai kam instruktor personal. Po ai ta tha, un kam një njerëz personal që është më i miri. Vetëm me mua. Dhe bile edhe ato tuja. Ajo nuk i pranoj. Pse se ka më të mirë nga të gjithë. Po i ka më të mirë nga vllai se ty. Këshilla të jap me lek. Po pra, po ajo thot prapë, unë pëlqen ai që po mos mi kërkoj për vendimet fare. Po. Për punën e femrës, Ina. Unë kam një profesion. Kush po bjerë ujin e çka ujin? Unë kam një profesion që kam në dasëm kam 600 veta ku 200 janë femra të cilat në mas orës 3 të dasmës janë qeve sipër dhe të alkoolizum. Dhe nuk kanë atë përgjigjet shpejt? Dhe unë janë një përgjigje atyre. Të lutem tani. Ne do të jemi shumë i kujdesur. Unë them një gjë finale. Tek sekonda. Do vazhdoni. E di ç'është vetëm këtu. Që kur një mashkull thot, unë du një vajzë që është e zgjuar, 80% rasteve ka sinqerisht. Kur një femër thot, unë du një djalë që është i zgjuar, 80% rasteve gënjen. Jo, s'jam dakord. Neve dum femrën Një zgjedhje që kemi parë në jetën tënde që më të zgjuar në botë. botë. Ora bani të lutemi. Ina, për çfarë do femra mashkull? Për çfarë do femra mashkull e zgjuar? Jo, do të përgjigje. Ora, pse na mos vik? Jo, për çfarë do femra një femër mashkull të zgjuar? Për çfarë? Për çfarë? Jo, plus. Për çfarë do mashkull? Po, për shumë arsye. Po, për shumë arsye. Një vetë. Një nga ato arsyet është që mendon mashkulli si një anë territoriale e gjinisë dhe seksit, mendon që e ka më të lehtë të ndërveprojë me ty. Ajo femër për mua është budallaqe. Mashkulli ke femrat. Unë po flasim në parim mashkulli ka një femër të femrës budallaqe. Kurse femra don një mashkull të zotë. Sigurisht. Sepse mashkulli vetën e vet i dali dhe për zot asaj. Ai është mashkull. Pse thonë që qafa është femra dhe qafa është tani ju do të ndikoni atë që thash unë apo atë që thoni vet. Dhe ku do qafa shko kaptina, nëse do qafa më shko këtu. Që një vajzë, femra e zgjut me një mashkull të zot nuk ka birnonë të çaj. Po një mashkull me lek, nuk është domosdoshmërisht një mashkull. Kështu e kam kështu e mendoj. Tani një mashkull me lek nuk është domosdoshmërisht një mashkull i zot.